Rama e ka të fitoren sigur, por thjesht i duhen 90 mandate, fjala vetë. Rama po pretendon që të marrë shumë mandate. Rama nuk po pretendon sigurisht fitore. Pra të kuptohemi, objektivat janë të ndryshme. Ka një objektiv që do të fitosh zgjedhjet, ka dhe një objektiv që do të fitosh zgjedhjet me X mandate. Patjetër. Okej. Rama do një shumicë absolute tani më. Sepse e do, nuk e di. Që të na kthejë Republikë presidenciale mbase? Po dhe mundet, po nevoja nuk është se ja ka. Se vetë është kryeministër, vetë është president, vetë është kryetar parlamenti, kështu që praktikisht gjitha i ka po vetë. Përjashto drejtësinë që mendoi që kishte vetë, po për mendimin tim nuk është se e ka dhe vetë, nëse nuk ndodhin ndryshime kushtetuese duke riparë reformën pas zgjedhjeve të 11 majit. Pra që të bëhet bashkë me PD-n, edhe të dalin me variantin që duhet riparë reforma se ka ca defekte dhe duhet të rishohim standardet. Kjo është thjesht një mbulesë e frikës që kanë nga goditja që mund të bëjë drejtësia deri në nivel të lartë. E do për të ndjekur të njëjtën rrugë me mikun e tij të veçantë, presidentin turk Erdogan. Jo. Unë nuk shkoj me këto paralelizmat. Nuk më rrin kjo logjika. Jo se Rama nuk është një udhëheqës autoritar, edhe po nuk besoj që ka Rama i dhullon Erdoganin dhe do të bëhet si Erdogani. Rama e ka, si më thënë, pikturuar rrugtimin e tij politik sipas vetes tij, s'ka nevojë të referojë as si Trumpi, as si Sarkozia, as si Erdogani. Rama ka tipologjinë e vet si politikan. Gjërat i ka në rregull, bullallëqe bën sa dush, gafa bën sa dush, herë tallet me ato, herë tallet me njerëzit. Kur do, për shembull kishte pyet njëri, po mi më burr, ke 12 vjet që thu ujë drita rrugë, po pse për çfarë do ti të flasim, i tha për raketa. Pra, kur i flet për ato që s'ka bër, i kalon tjetrit në ekstremin tjetër, pra duhet me fol për raketa, ironizon. Kur i flet për raketat, thot po pritet se ne po merrem me këto. Tani, hajde kape talljen dhe cinizmin e Ramës. Prandaj po them që i ka të gjitha në dorë, edhe bën siç i do qefi. Se nuk ka as oponencë nga krahu tjetër politik, reale siç duhet ta kishte, se i tall se ata janë njerëz pa personalitet. Njëri i thot Gjeli, tjetri i thot Gjeli Peqini, i thot Darsulës, tjetri i thot kështu pra përdor folklorizma, që në fakt janë dhe bullizma politik, por s'është faji i Ramës që ata janë të paaftë ja kthejnë. Pra nuk kanë personalitetin e duhur që ta shtrëngojnë kryeministrin ta vendosin. Kënedhës edhe Berishën. Po ndaj pra po them që e kanë bërë këta veten që ti talli ai në këtë lloj derexheje, se po të jetë dikush tjetër që ti fut këmbët në një kputuc, ti nuk guxon të merresh me këto gjëra. Sepse ka argumenta plot për ta kapur Ramën. Po ata as nuk din, ose nuk duan ta kapin aty ku është për tu kap, dhe ndoshta ata i pëlqen që rrafshi i debatit edhe niveli politik është në këtë banalitet ku shkëmbejnë këto batutat që unë ta thash pak më përpara, se vetëm parlamentarizëm nuk ka. Se në fakt janë aq ignorant politik në kontekstin e mënyrës se si qeveriset vendi dhe se si bëhet opozita qeverisjes vendit, sa që intereson më shumë të merren me folklorizma dhe me banalitete se sa me mënyrën se si duhet alternativa e qeverisjes vendit në sensin e tij. Meqense ishim tek diaspora, ju besoni në një proces të ndershëm të votës së diasporës? Që nga regjistrimi e deri tek hedhja e votës. Është era e parë që ndodh. Është era e parë që ndodh dhe s'mund ta paragjykoj se nuk e di se si do funksionojë, me thënë drejtën. Do doja ta shoh. Jo, perceptimin tuaj, sepse sapo fole për dikë që i ka të gjitha pushtetet, të gjitha mekanizmat, të gjitha mundësitë për tani vota e diasporës si logjik është vota më pak e ndikueshme, sepse nuk është si më thënë e bleshme. Pra njerëzit jetojnë atje, nuk kanë interesa drejt për drejta me çfarë ndodh në Shqipëri. Pra me një vend pune, me një tender. Po mira kërkesa e refuzuar për shembull. Po për të votuar. Tani unë nuk di nuk di të them kush refuzoi kë. Nuk di të them nëse u refuzua qëllimisht edhe të kenë hy tani patronazhistët që të kenë gjetë edhe se kush është ai i refuzuari. Pra ai është i atyre refuzoje këtë. Mendoj që ata nuk kanë plotësuar kriteret dhe kaq. Besoj shkoj me këtë version. Nuk mendoj që të kemi arrit deri në këtë fazë ku të ketë patronazhim edhe për njerëzit që janë ku dëgjon në Francë ose në Angli,
që të kuptohet që sa punë do t'i bëj në këtë fushat Berishës Krisla Civita? Krisla Civita thjesht vjen merr lekët këtu, merr ca para. Krisla Civita nuk do bëj asgjë sepse nuk ndikon kërkund. Domethënë Krisla Civita është një lobist ose një mentor, se ai tha që nuk jam lobist. Një mentor, një strategjist që do marrë ato parat, që Partia Demokratike s'po na thot sa është fatura dhe ku i gjeti këto parat për të pagu, se nuk vjen për lek xhepi ai, pa një $10 milion dhe temi. Po në qoftë se janë 10, janë 5, po këtë 5 ku, po si pse? Po këtë 5 ku e gjetën këta? Prandaj duhet spaku, se po t'i hy spaku, siç duhet me i hy, dalin se kush i nxjerr parat, kush i paguan parat, si financohet propaganda politike, edhe te xhepi Berishës, edhe te xhepi Ramës. Po të futet spaku te xhepi, dal aty del one i Zamir Mane nga krau djathi i xhepit, one i Qet Kastrati, këti one i Shkëlzem Berisha, one i Bashkim Ulaj, one i gjë tjetër, pra dalin këto emra, se gjitha përgatiten me zarfa para zgjedhjeve. Kështu që se nuk i dihet, ta gjithsesi e ndaj një kosto. Këto e kemi për zgjedhje. Edhe këtej se si dihet variantit. Prandaj spaku duhet bëj ndërhyrjet e duhura, ndërkohë që KQZ-ja duhet na bëj transparente të gjitha burimet e financimit partive politike. Se nëse do të bësh një garë vërtet, kjo s'është realizuar kur. Po se kërkuam, s'do realizohet se ne me këtë variant. Maksimumi për Ciptas, kështu që e dashur, po nuk e tham. Duket shpreson shumë, po nuk e tham. Po mirë, po se jo, tham asnjëherë do. Mirë, hajde se themi dhe në rregull. Hajde bëjmë sikur se kemi mendjen. Unë sapo thash një gjë të rëndësishme tani, mendoj që e thash të rëndësishme se e thash dhe me emra. Po, e kupton? Mund të jem un gabim, nuk janë këta financuesit shumë mirë, kemi të pastër, po ta dim. A ka ndikime të sipërmarrjes madhe oligarkëve tek partitë politike? Sa? Si? A janë këta njerëzit që çojnë sot para se do marrin nesër investime strategjike? Do marrin mijëra hektar metra katror për fshatra turistik? Apo s'janë? Se këta janë pra. Si dolën këta? Si u morën këto rrugët e këto lejet për fshatra turistike, për kullat 50 katë, 100 katë? Financimet pra. Unë financoj sot zgjedhjet, ti do më japësh nesër leje. Pa i hyrë detajeve, sepse është tem tjetër, po sa do t'i kushtoj elektoralisht Partia Socialiste Erion Veliaj në burg? 0. Pse? Sepse Erion Veliaj është një krijesë politike e krijuar në mënyrë artificiale dhe absorbuar nga Partia Socialiste, i rritur mbi kurrizin e Partisë Socialiste. Pra, kujtoheni besoj që Erion Veliaj përfaqësonte lëvizjen mjaft dikur. Pastaj lindi partia G99. Po pse si ka fituar 3 mandate? E cila G99 nuk mori dot nuk kaloi dot as pragun e përqindjes bazë për të futur në parlament. U infiltrua brenda Partisë Socialiste, të gjithë, pra si lëvizje, Erion Veliaj, Arber Mazniku, Endri Fuga që është eminenca e kryeministrit për mediat, kush ishte tjetër aty tani se nuk po, Elisa Spiropali, gjithashtu, pra kanë qenë këta grupi i lëvizjes mjaft, që hynë në shtratin e Partisë Socialiste, nxorën socialistët nga loja, pra që u bë rinjë e famshme. Po kanë pasur sukses. Po s'kan pas sukses pra sepse suksesi është. Po dhe Elisa që kur menaxhoi fushatën në zgjedhjet në Shkodër. Sukses është si me çaj menaxhoi. Mori një. Po ai ishte drejtuese në Shkodër. Sa para u bën një herë. Që fitua Bashkia e Shkodrës. Po e di se unë po të futesh në YouTube para se të bëheshin zgjedhjet, e kam paracaktuar që do jetë kryetare e parlamentit madje, po. Nuk janë kaq të patalentuar këta që përmenden në sensin si talentuar për PSD. Makinerisë votave në Partinë Socialiste. Besoj që edhe mua po të më jepnin në Bashkinë e Tiranës, do isha shumë i famshëm, të garantoj për një vit e gjysmë 2 vjet. Do më donin në gjithë Tiranën, se një pjesë më duan se më njohin, po do më donte edhe pjesa që s'mjef. Të japësh leje dhe të kesh pushtet financiar dhe ekonomik, do krijosh lobim patjetër dhe do kesh mbështetës. Po kjo ndodh vetëm nëpërmjet
një partie politike nga mbrapa. Është ta thjeshtësoj. Sot ti ke një emër në tregun mediatik. Nëse ke mbrapa dhe një logo të fuqishme, do jesh shumë herë më e fortë. Nëse do kesh vetëm emrin tënd, betejë jote është shumë e mundimshme, po shumë e vërtetë. Ose në një skuadër futbolli, një lojtar i mirë. Patjetër, kjo është ndryshe kur luan me Realin e Madridit, dhe është ndryshe kur luan me një skuadër më të dobët, po e nxjerr kampionat e skuadrën e dobët. Maradona u bë i madh, se ta bëjmë çik për njerëzit më të kuptueshme, sepse doli kampion me Napoli. Nuk doli me Juventusin, ose me Interin, ose me Milanin në vitet 90, por nxori Napolin kampion. Dhe doli dhe kampion bote me Argentinën. Pra, prandaj ishte i madh, se ishte vetja, ishte ai. Pra, ishte krijes vet e bër bio nga fillimi deri në fund të karrierës tij. Këta janë si bima e gramit. Futen në trupin e grurit, i marrin gjithë ushqimin grurit, madje dëmtojnë grurin, pra dëmtojnë partinë, siç e kanë dëmtuar duke e rrjep, me këtë degenerim që i kanë bërë PS-s këta, nga pikpamja e korruptimit edhe, si më thënë, dëmtimit të imazhit, nuk e ka bërë njëri. Që të fusësh tubin, se kishim dëgju me përqindje, 10, 15, 20%, po ta fusësh tubin dhe të marrësh gjithë financimin për vete, krijosh dhe kompani për vete, dhe ti marrësh gjithë degët për vete, këta e shpikin këtë skem.